për Ilirin. Po duket e, unë e thash që aty. Po ai ka për Kastilin në gjyrim. Patjetër, po ka përdorur shembuj shumë të poshtër. Shumë të poshtër. Ta them sinqerisht, unë isha aty. Nuk kishin aq Mua nuk më pëlqen energjia, di të them drejtën. Kush? E Artanit. Kush? E Artanit. Energjia s'të pëlqen. S'të pëlqen. Nëse do zgjidhen midis Ilirit dhe Artanit, këtë do mbaje brenda. A Ilirin patjetër. Po ti? Artanin. Artanin. 3000 herë. Nuk më pëlqen. Është ofendus shembulli që merr. Për mua tregon shumë si merr shembullin. Po ti pse pëlqen Artani? Sepse të nxit në një të arsyetuar logjik. Kur mbaron arsyetimi logjik, pastaj fiton ai që nxjerr shapkën. Dakor. Ai nuk ka një arsyetim logjik, ai humb. Dhe Iliri nuk ishte lojtar. Ky tenton ti, nuk është, po tenton që ti. Ka marrë një dy skema, një dy udhëzime, një dy gjëra, jo cigare, jo kështu ashtu, që i kanë thënë bëje kështu edhe po e provon. Po ka dhe një lexim që vjen nga jashtë, pak të kanë ndjekur me vëmendje gjë. Edhe mund të kuptosh këtë sinjale për momentin. Kurse po të vite Iliri në momentin atë, Po prap kishte një tjetër gjë Iliri këtu brenda. Një gjë që tani mungon fare. Iku Eugenio Ftof. Ai prap ishte pak... Ishte nën kontroll patjetër. A kishan plan me nxjerr? Kë? Iliri? Ilirin, po. del keq po të nxjerrë të Iliri se mund ta kisha bërë unë këtu e 15 Po të gjë mënyrën. përpara, ja. Del shumë keq. Se pa e provokuar, nuk e nxjerrë vetëm ajo. Thashë